Avokati i studios ligjore britanike Mishkondereja LLP, Ben Brandon vjen në Shqipëri, del një konferencë me avokatin pa nderur Plarë Ndreca dhe thot, lironi Eron Veliajn, a mund t'i themi shqip apo duan anglisht këta që takojnë Eron Veliajn në burg si vizitor? Na falni zotërinj avokat, kujt i plasi çfarë të doni, se bëni thirrje lironi Eron Veliajn, ku është parë të vijë avokat në Angli e të thoj lironi Veliajn, jeni profesionist, keni fytyrë, jeni dinjitoz apo jo? Është njësoj si kur të shkoj një avokat shqiptar në Angli dhe të thot lironi kryebashkiakun angles me këto akuza. Mirë Ndreca se punë 99 që është, po nuk e kuptoni sa poshtë e uli nivelin tuaj. Çfarë dini Shqipërinë? Mendoni se do intimidoni prokurorët dhe gjyqtarët? Tani e treguat fytyrën, jeni ju që qëndroni pas shtyrjeve të seancave dhe Plarë Ndreca. Strategjit tuaj me stilin KÇKS dhe ndonjë shtatzëni kanë qëllim Strasburgun. Bëni thirrje sa të doni, dilni dhe në konferenca shtypi, por mos harroni se mund të bëheni dhe për të qeshur në këtë Shqipërinë tonë të vogël, që e mendoni një vend ku mund të vijë një avokat britanik dhe amerikan dhe të bëjnë çfarë të duan. E provuat me ligjin shqiptar për 16 muaj, se takuat Veliajn si avokat, derisa pranuat të respektoni ligjin dhe shkuat si vizitor. Bëni mirë që merri lekët, mbushni çantat, thasët, por mos hajdeni të na çani kokën e zdromsit, që i dhem nga strategjia juaj KÇKS, duke e mbajtur në burg. Nuk del nga burgu Veliajn me parrulla dhe konferenca shtypi, shkoni në seanca gjyqësore, zhvillojnë normalisht procesin në gjykatën e posaçme. Prej 16 muaj do kishte mbaruar gjithçka, po të kishte dhënë dorëheqjen, ndoshta do të ishte jashtë pranë bashkëshortes dhe fëmijëve, por këtyre nuk i interesojnë as kostot ndaj biznesit dhe as sulmet në brez nga një band mediatike e dirigjuar nga burgu i Durrësit. Ju interesojnë parat? Merrini, pushime të mbara. Bollerët në Shqipëri të na tregoni se Rakia bën nga rushi dhe jo vetëm. Ndoshta jeni të dhëur nga parat, por shqiptarët nuk i mashtroni dot. Asnjë padrejtësi deri tani nuk është bërë në të gjitha nivelet e gjykatave për Veliajn. Eron Veliajn me strategjinë tuaj KÇKS ka shtyr gjyqje në GKK, u bë me fëmijë të dytë, pasi e pa që nuk ja dolët, fillua të shtynit dhe seancat. Tani u zhdroni presojnë ndaj gjykatës së lartë, që në fakt edhe pse drejtohet nga sadushëria, ka gjyqtar profesionist dhe me integritet, që studio të tilla ligjore nuk u shkojnë te maja thojit, mos o themi në ndonjë vend tjetër.